Në dy paraqitje të ndara, kanë shprehur optimizëm se marrëveshja me LDK-n është e arritshme. PDK-ja dhe AK-ja nuk duket se janë më pjesë e diskutimeve për një marrëveshje me lëvizjen vetëvendosje. Me afrimin e afatit kushtetues për konstituimin e kuvendit, pritjet për arritjen e ndonjë marrëveshje ndërpartijake që i siguron vendit institucione funksionale vetëm sa po shtohen. Në këtë situatë, vëmendja është përqendruar te lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës. Prej këtyre dy partive po pritet një ujdi, ndërsa partia e dytë për nga numri i votave, Partia Demokratike e Kosovës dhe partia e katërt, Aleanca, tashmë duket se ka ndalë nga ky skenar. Si ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu, ashtu edhe nënkryetari i vetëvendosjes, njëherë është zëvendës kryeministri në detyrë Glauko Njufsa, në dy paraqitje të ndara, kanë shprehur optimizëm se marrëveshja me LDK-n është e arritshme. Me formulime të ndryshme, të dy kanë lënë të kuptohet se presin që LDK-ja të zgjidhë çështjet e saj të brendshme në mënyrë që të rifillojnë bisedimet mes dy partive. LDK-ja i ka pezulluar takimet për shkak të problemeve të brendshme. Natyrisht unë nuk merrem me problemet e brendshme të partive politike, janë të tyre, por duhet ta kemi parasysh që ne kemi afate kushtetuese për cilat duhet të veprojmë. Prandaj edhe nuk e ka mirëpritur vendimin për pezullim të këtyre takimeve, sepse megjithatë, nga takimi i parë që kam pasur, duket që ka qenë pak më ndryshe se sa takimeve që kishim në proceset e kaluara, në përpjekjen e asaj kohe për të zgjedhur, për të pasur një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit. Tash çka mbetet të shihet është zhvillimet e brendshme në lidhjen demokratike të Kosovës. Natyrisht, lidhja demokratike e Kosovës e ka krejt, le të themi, autonominë e vet, pavarësinë e vet, për me vendos për gjërat e saj të brendshme. Ne nuk jemi këtu as për t'i komentuar ato, as për të këshilluar gjë, sepse lidhja demokratike është një parti që ekziston mëtin në Kosovë, edhe besoj që ata dinë mi rregullu punët e veta, por sa i përket bashkëpunimit me neve, mu ka duk që pas takimit të kryeministrit Kurti me presidentën Osmani dhe me zotin Abdi Xhiku, kryetari i LDK-s, mu ka duk që ka pas kësaj radhe një tjetër natyrë diskutimi për herave të kaluara dhe kjo na ka bërë më optimist se një zgjidhje mund të gjendet së shpejti. Ndërkohë, LDK-ja ka caktuar 30 korrikun si datën kur do të mbahet kuvendi i jashtëzakonshëm, në të cilin pritet të qartësohet nëse Lumir Abdi Xhiku do të vazhdojë të udhëheqë partinë. Pas këtyre deklaratave, Lumir Abdi Xhiku pas një takimi me ambasadorin gjerman, Rainer Rudolph, tha se vendi ka nevojë që sa më shpejt të ketë institucione funksionale, stabilitet politik dhe përgjegjësi shtetërore në shërbim të qytetarëve. Ndërkaq PDK-ja dhe AK-ja nuk duket se janë më pjesë e diskutimeve për një marrëveshje me lëvizjen vetëvendosje, ndonse zhvillimet politike mbeten të hapura. Takimi me kryetarin e PDK-s, Betri Hamza, përfundoi me qëndrimin se kjo parti do të vazhdojë të mbetet në opozitë. Më vonë, në një intervistë, Hamza tha se nuk kishte pasur asnjë ofertë nga Kurti për bashkëqeverisje. Bazuar në bisedat që kemi pas dhe në diskutimet që kemi pas, normalisht korrekte, qëndrimi i jon është që Partia Demokratike e Kosovës për këtë mandat është parti në opozit. U pa një gjë e qartë aty që PDK-ja më shumë qëndron në pozicionet të cilat e kemi parë më mëti, aty janë pozicionet vjetra. Në anën tjetër, kryetari i Aleancës, Ardian Xhini, nuk pranoi të marrë pjesë në takimin e ftuar nga Kurti dhe vazhdoi të mbajë të njëjtin qëndrim, që vetëvendosje duhet t'i plotësojë 6 kërkesat e Aleancës në mënyrë që partia do të pranonte një president partijak të propozuar nga partia në pushtet. Disa arsye që i shpjeguan AK-ja nuk e pranoi takimin, por ata i dhanë arsyet e tyre, në çfarë kushte prap do të bashkëpunonin.